Të nderuar shikues, jemi përsëri së bashku drejt për së drejti nga pavati i sporteve Sasim Dervishi i Shkodrës. Ka nisur pjesa dytë e klasikës e basketbollit shqiptar, Vllaznia Tirana. 44-44 ishte rezultati në mbyllje të pjesës parë. Ndërkohë që me fillimin e së dytës janë bardhë blut nga kryeqyteti që kanë shënuar 3 pikë dhe kanë marrë avantazhin me rezultatin 49-46. Vetëm një pikë diferencë ka skuadra mysafire nga Tirana, kur luhet minuta e dytë. 1 minutë e 20 sekonda kanë kaluar nga pjesa dytë dhe ka barazuar në këto momente Vllaznia përsëri 49-49. Është Justin Thomas që ka barazuar, kishte mundësi ta kalonte në avantazh Vllaznin, nuk e arriti qëllimit. Baraspesh përsëri pa 49-49. Gabim personal i shkaktuar në dëm të ekipit bardhë dhe blu. Tirana në gjyqet e lira përsëri Baraspesh 49-49 dhe ka shënuar pikën avantazhit skuadra bardhë blu, uhet 49-50. Shëstani kapiteni i Vllaznis. Përsëri Shëstani. Hibit. I bit për 3 pikë, është i pasak. Mase. Nika për Tiranën. Për 3 pikë Tirana. E shpërdoron të gjujtje, por ka fituar gabim personal skuadra bardhë dhe blu, kur është në avantazh të 2 pikëve. Kujtojmë dhe të nderuar shikues të portalit Verio Sport që në pushimin e ndeshjes Vllaznia Tirana, Këshilli i Qarkut Shkodër organizoi një ceremoni festive, duke nderuar disa protagonistë të sportit të basketbollit Vllaznin kampione të vitit 2015, 3 titull radhazi, si dhe figura të tilla si Roland Koka, veteran i basketbollit, Fatjon Taraboshi, dy presidentet sponsorizuesit e Vllaznisë kampione në vitin 2015, pikërisht Sokol Dibra, president i atyre 3 titujve dhe aktualisht president i Vllaznisë, dhe së bashku me të edhe Petrit Maho, bashkë presidente me Dibrën në titujt kampion të vitit 2013, 14, 15.
U ndërrua dhe skuadra kampione e atyre viteve, ku çmimi u tërhoq nga kapiteni aktual Robert Shestani. Nuk shënon Lillaj, mbetet me fuqi, rezultati 49-50. Ka shpërdoruar dy mundësi të gjyteve të lira, Tirana, Qiri, Shestani. Bright kërkon kombinimin me Hibit, nuk e arrin qëllimit. Luhet minuta 3 e periodës së tretë. Tirana kryeson 50-29. Kampin Kuqi Blu kanë një pretendim. Një pretendim në tavolinën gjyqtarisë. Ka për gabime personale. Nika kombinon me Skenden. Topin vjen fundor në favor të Vllaznis. Kapiteni Shestani nis të aksion. Hibit për 3. Ka votuar Qiri në tabel, kombinon me Hibit që ka shënuar. Vllaznia në avantazh 51-50. Topi dhe aksioni për Tiranën, që teton 3 pikë, i ka shpërdoruar. Dhe për topin Vllaznia nisë aksioni shpejt për Bright. Ka shënuar Hibit. Ishte Bajan që ka kombinuar me Hibit. E thon avantazhin Vllaznia, entuziazëm në pallatin e sportit Kadim Dervishi. Aksioni për Tiranën është blokuar. Është blokuar për bitat e ndeshjes. Edison Gjoni, Gilbert Hoxha dhe Viros Qindreu ka gabim personal në favor të Tiranës. Një klasike e basketbollit shqiptar që luan gjysmë finalen e dytë të fazës play-off. E para është mbyllur me 3 pikë diferencë në favor të Tiranës në kryeqytet. Perioda ndeshja e dyta po luhet në të momente në Qazim Dervishin e Shkodrës dhe në të momente Vllaznia është 1 pikë plus 53-52. Minuta 4 për periodën e tretë. Interesimi i madh i tifozërisë shkodrane, por edhe i Vllaznit, grupimi i Vllaznit Ultras është si gjithmonë në mbështetjet e ekipit Bardhëbeu të Koshit. Hibit për 3 pikë. Nuk kanë saksinë e duhur basketbollistët shkodran në këtë fillim të periodës së tretë. Tjetër gabim personal në favor të ekipit e Vllaznisë të Tiranës. Rezultati 53 Vllaznia, 52 Tirana. Është Skëndaj në gjytën e parë të lirë. E ka shënuar.
Edhe një mundësi për Skëndej, nëse shënon, e kalon avantazh Tiranën, pasi me saksinë gjyqës së parë ka barazuar rezultatin. Ashtu ka bërë Skëndej, ka shënuar edhe të dytën, avantazhi për Bardhiblut 53-54. Bryant për Vllaznin, minon me Hibit në zonë. Ka gabuar në pasim Hibit, por ka gabuar edhe në gabim personal. Pare lirë për Tiranë, nuk e shënon. Ka shënuar të dytën me Sije. Tirana në avantazh +2. 53-55. Bryant. Hibit për Vllaznin. Thomas. Hibit për 2 pikë. Ka pasaksi të një pasnjëshme për ekipin e Vllaznisë. Topi për Vllaznin. Bryant. Thomas. Kapiteni Shestani kujtohet Tirana në mbrojtje është e kujdesshme. Vllaznia vazhdon të shpërdorej pa fund. Vazhdon të shpërdorej pa fund. Gabim personal në favor të Vllaznisë. Plus Tirana të ndëruar shikues të Verios Sport që përndishti drejt për drejt këndeshje nga Pallati i Sporteve Xhaxhi Dervishi. Shestani për 3. Nuk shënon. Tirana ka mundësi të shënoj, por ka gabuar edhe ajo. Në momenti i Vllaznisë për të barazuar. Ka uruar spektakel Bryant. Spektakel koshë dhe barazimi rezultatit në shifrat 55-55. Lilajve që ka formacioni i Tiranës është Rikard Lilaj, e ka shënuar në gjyqin e parë të lirë. Rikard Lilaj në të dytën shënon, i saktë në të dy ekzekutimet e gjyqjeve të lira shkon Tirana plus 2 pikë. 55 Vllaznia, 57 Tirana. Brian. Gabon Tirana, topi për Vllaznin. Ka shkaktuar gabim personal Jeffers, basketbollisti i Bardhë Blu. Thomas për Vllaznin. Vllaznia është minus 2 pikë në dizavantazh. Vazhdon të ketë atmosferë festive në Pallatin e Sporteve Xhaxhi Dervishi.
Shënon Tirana shkon plus 4. Natyrshëm, gabimet e Vllaznisë janë të pafalshme në koshin kundërshtar, përfiton Tirana që shkon plus 4. Një Tiranë që ishte shumë cilësore, sidomos të periudhën e parë. Topas për 3 pikë. Ka gabuar. Nuk është Vllaznia periudhës së dytë, e cila ishte spektakolare, mbështetur nga tifozëria shkodrane. Shikojmë të aksion të shpejt kundërshtar i Vllaznisë. Ka shënuar Thomas. 2 pikë për Vllaznin. 57 me 59. Kryeson Tirana. Nika për 3 pikë. I ka shënuar mrekullisht basketbollisti i bardhë dhe blu dhe e rikthen diferencën e Vllaznisë e Tiranës tashmë në plus 5. Thomas. Në periudhën e tretë më e mirë për bardhë dhe blut, Shestani për 3 pikë. Nuk shënon. Janë momente jo të mira për Vllaznin. Vllaznia në këtë ndeshje ka në protokoll Thomas Kopliku, Parker, Bajan, Kiri, Kruja, Tafa, Shestani, kapiteni i skuadrës, Hibit, Preka, Bashdari, Gjorgje, trajneri i ekipit të Vllaznisë Eni Vazani. Shënon Tirana pikën e radhës. Dhe një mundësi për bardhë dhe blut që e kanë shfrytzuar më së miri dhe Tirana në avantazh 57 me 64. Sulmi për Vllaznin. Tirana ka në përbërje të protokollit në këtë ndeshje Jeffers, Kaz, Redivogli, kapiten i skuadrës, vijuar me Shara Williams. 3 pikë Tirana, i shënon dhe thellon me shumë avantazhin. I shënon Tirana dhe e çon në 10 pikë plus avantazhin e Tiranës 57 me 67. Sulmi për Vllaznin për 2 pikë nuk shënon Thomas. Gabimi pafund të Vllaznisë në periudhën e tretë. Të ngjason për periudhën e parë. Ku Tirana ishte në këto pozita kur ka shënuar tashmë me Niken edhe një 3 pikë dhe çon në plus 13 pikë. Diferencën duke detyruar trajnerin Vllazanit të kërkojë pushim. Shikues si se ndoqet edhe në plan të parë, tekniku i Vllaznisë Eni Vazani shumë kritik, shumë i ashpër me të tij. Kritika pa fund për skuadrën e tij, e cila tashmë ka shkuar nga barazimi që mbylli pjesën e parë, 47 me 47, tashmë është 13 pikë minus. 57 me 70 për Tiranën. Renis takimin.
Minuta fundit për periudhën e tretë të ndeshjes. Tirana dominon me lojë dhe me shifra, plus 13 pikë, duan për 3, nuk shënon, tenton për 3 për 3 pikë, gabon, topi për Vaznin, Shestani mundësi e mirë nëse shënohet, Kiri ka faktuar faul sipas dyshtarisë, në ecje sipër. Minuta fundit për periudhën e tretë të ndeshjes. Një ndeshje që kemi theksuar më herët që biletat që janë siguruar për këtë ndeshje shkojnë të gjitha për ish kampionin e Vazhnis në basketbol Fatjon Taraboshi, i cili pa kalon një gjendje të rënduar shëndetësore. Gabon Tirana, Kiri zoton topin nisë lojë, për nuk ka kohë të gjohet për qëllima e dyshtarisë kryesore, mbyllet periudha tretë, 57 Vazhnia, 70 Tirana plus 13 skuadra bardhë dhe blu, një dominim ashtu si në periudhën e parë. Ndërkohë që pritet të nisë periudha 4 dhe fundit të ndeshjes, një mendim nga veterani i nderuar i basketbollit të Shkodran, Roland Koka, i cili në pushimin e ndeshjes u nderua me një certifikat mirënjohje nga Këshilli i Qarkut Shkodër. Koka, një opinion për takimin që po zhvillohet, Vazhnia Tirana. E lëshoj lojën këto momente se ishte shumë mirë, ishte në avantazh. Binë sulm gradual, pasimit janë nga dalta, qendrat nuk funksionojnë, pra ne duhet një të korrigjim bëjmë edhe sulmin e shpejt, nuk e njohim fare. Vetëm me sulm shpejt ne mund të mujmë ata siç. Janë edhe 10 minuta në dispozicion, mendoni se mund të rikuperohet. Ka të gjitha mundësit që ose të korrigjojnë ata që me siguria ka thonë trajneri Vazani. Falenderit veterani Koka, ka shënuar me spektakel. Klajt Kiri, 2 metroshi i Vazhnis, shënon 2 pikë, do shta motivuese për ekipin e tij. Topi përstej për Vazhnin. Shënon Vazhnia përsëri. Ka një problem këtu që Klajti Kiri është penguar nga basketbollisti bardhë dhe blu, është rrëzuar, loja ka vazhduar, Vazhnia ka shënuar, por nuk ka vendim për këtë përplasje. E rëndësishme është që rezultati është në këto momente në shifrat Vazhnia 61, Tirana 70. Sa po është mbyllur minuta e parë e periudhës së 4 të fundit. Një për Tiranën. Hapa i Skëndajt. Dhe shëdhen arbitri ndeshjes, faul në dëm Tiranës për Hapa, mundësi i Vazhnis nëse shënon për ta ngushtuar më tepër dizavantazhin. Bryant, Kiri, vinon me Shestanin. Bryant për 3 kërkon, por ndron mendim George për 3, i ka shënuar. I ka shënuar mrekullisht. I ka shënuar mrekullisht George dhe 64-70. E ka ngushtuar në 6 pikë diferencën. Kjo periudhë 4 ka nisur më mirë për Vazhnin, duke që augurisht edhe opinioni i Roland Kokës që theksoi disa vrejtje që duhet i korrigjojë Vazhnia, por ka filluar kthesa, thekson Koka, që e kam tu pranë transmetimit të kësaj ndeshje të drejt për drejt nga portali Veriu Sport. 64-72 Shestani kërkon hapësirë për të gjuajtur, për 3 Bryant, i ka shënuar
I ka shenuar Brian dhe janë 2-3 pikësha radhazi. 67 për 72. Super entuziazm në Pallatin e Sporteve Xhaxhem Dervishi. 67 Vllaznia, 72 Tirana. Luhet minuta 3 për periudhën e 4 të fundit të ndeshjes. Shkëndaj për Tiranën, luan për 3. Nuk shënon. Të topin e tabelën Ndreca. Sri Tirana. Mbrojtje ngjeshur e Vllaznisë, Tirana për 3. I ka shënuar. Ishte Ndreca me sa duket. Një 3 pikësh ishte fatal për atë moment se Vllaznia kërkonte ta shkurtonte diferencën. Dhe dhënë përsi avantazhin Tirana. Sulmi për Vllaznin është futur në lojë dhe Ashton Parker. Kiri kombinon me Shestanin të gjuan për 3. Nuk e shënon. Kiri në tabel, ka lënë topin të koleget e tij. Faul. Gjyqtarët konstatojnë faul për ekipin e Vllaznisë. Ndrim tek Vllaznia, largohet Shestani në lojë hibit. Vllaznia 67, Tirana 75. Plus 8 Tirana. Është ndarur loja në të momente për të stabilizuar parketin nga lagështira. Tirana në aksion. Ndreca luan për 2 pikë, i ka shënuar, i saktë, i qetë, me precizion. Pushim tek Vllaznia. Pushimi tjetër i teknikut Eni Llazani. Kur duhen edhe 5 minuta dhe 54 sekonda plus 10 Tirana në avantazh. 67 për 77. Shikojmë zëvendëstranerin e Vllaznisë, Roni Gjeçaj, që ka diçka me tavolinë e gjyqtarisë, ka një pretendim, nuk e dim se për çfarë bëhet fjalë. Edhe 5 minuta dhe 54 sekonda nga fundi i krejt të ndeshjes, Tirana në avantazh plus 10. Vllaznia 67, Tirana 77. Të nderuar shikues të Veriu Sport, për informacion, kjo është gjysmë finalja e dytë e fazës play-off. Tirana ka fituar parën me Kryeqytet. E dyta po luhet për momentin periudha 4 dhe 5 minuta dhe 52 sekonda nga fundi. Bardebut kanë fituar në Tiranë me një diferencë për 3 pikësh. Kërko që sot janë më në avantazh, por ky 3 pikësh që i hibit e shkurton diferencën në 7 pikë. Gjithjetë janë në avantazh. Tre Tirana, Gabon, mundësi tjetër e Vllaznisë, nëse është saktë, shkurton vete për diferencën e rezultatet. Ka fituar Bryant, një gabim personal, ka ndërhyrë Ndreca në mënyrë të gabuar, të parrregullt. Topi nga vjanësore për ekipin e Vllaznisë. Thomas
Brian Thomas. Brian kërkon hapësi për të gjuajtur, ka gjuan për 2 i ka shënuar. Shkon në 72 Tirana. Vllaznia 72, Tirana 77. Plus 5 skuadra bardhë blu. Procedura arbitri për gabim personal dhe është ndëshkuar pikisht ai. Pika më forte e Vllaznisë në lojën në qendër, në lojën e tabelë, është gabimi i tij 4 personal. Duhet të ketë kujdes edhe me një gabim personal largohet nga fusha e lojës i penalizuar. Shkëndaj në gjytën e parë të lirë për ekipin e Tiranës. Ka shënuar, është e qetë skuadra bardhë e blu. Duket që kërkon fitoren e dytë Ravazi. Skëndaj ka shënuar përsëri. Shkon në plus 7 avantazhi i Tiranës. Ballafaqimi gjysmëfinal do të dëgjojmë një ndeshje të tretë në kryeqytet, sepse rregulloria e Federatës Shqiptare të Basketbollit përcakton që skuadra që fiton 3 ndeshje kualifikohet në finale. Dhe tashmë Tirana është me pranë, ka fituar gjysmëfinalen e parë, është në avantazh të së dytës. Të presim ka minutat të tjera, por ndërshkon përsëri Tirana me ndrejtësen më sa duket. Një 3 pikësh tjetër ishte ndrejtësa, po ai ishte për Vllazni. Edhe 3 minuta dhe 52 sekonda lojë, Tirana plus 10. Du ta ngoshtoj shumë shpejt Vllaznia rezultatin, sepse me pas që janë momente dramatike se gjithçka kanë probleme në fundin e takimit. Brian vëzëllot në topin, nuk ka shënuar, ka falshme. Përdojnë Vllaznia në mënyrë të pa falshme. Vllaznia është në disa vëndash të 10 pikeve, kur duhen edhe 3 minuta dhe 39 sekonda lojë. Topi është në vijën nënçore për Tiranën. Ndrejca kombinon me kolegët e tij. Përsëri Ndrejca, ai që ishte shumë i saktë në 2 gjujtje nga distanca. Për 3 Tirana. Gabon Karrall, topi për Vllaznin. Tifozëria pret koshën e radhës për skuadrën kuqe blu. Brian për 3 pikë, shumë i pasaktë. E shpërdoron Vllaznia edhe këtë top. Vendimi diskutueshëm. 2 arbitrat kanë mendime të ndryshme. Topi në fundi takon Tiranës. Edhe 3 minuta dhe 10 sekonda nga fundi, Tirana plus 10 në avantazh dhe kërkon fitoren e dytë në fazën play-off, faza gjysmë finale. Kujtojmë që në pushimin e ndeshjes, Këshilli i Qarkut Shkodër organizoi një ceremoni festive në nderim të disa brezave të basketbollit shkodran në vite. Ceremoni që krijoi entuziazëm dhe për vetë faktin që
Në atë moment rezultati ishte barabartë, pas pjesës së parë me shifrat 44 me 24. Edhe 2 minuta dhe 45 sekonda nga fundi, plus 10 Tirana në avantazh. Ka një konsultim të treshës arbitrave të ndeshjes, Edison Gjoni, Gilbert Hoxha dhe Vjerencin Ndreu. Nuk e di se për çfarë për në fjalë. Të shikojmë cili është vendimi i tyre. Goja është ndërprer, shikoni në sfond. Në kaun e djathtë janë tifozat e Vllazit Ultra se krijojnë entuziazëm mbështetje të skuadrës. E kanë ndërprer lojën për pak çaste. Dhe po konsultohet trupa gjykuese me kapitenin e Vllazit Shestani. Duket se bëhet fjalë për një problem për tifozërin. Janë 2 kapitenët Vogli dhe Shestani që diskutojnë me trupin gjykuese të ndeshjes, me Edison Gjoni, Gilbert Hoxha dhe Vjerencin Ndreun. Gjyqtarët e kanë ndërprer ndeshjen, nuk patin ndonjë moment flagrant për tu vënë re, por duket se kjo është arsyeja. Forcat e rendit janë prezent, po e monitorojnë situatën dhe nuk është kërkuar ndihma atyre. Të qoftë pranërët përkatës i kanë shfrytzuar këto momente për të orientuar, këshilluar sportistët e tyre. Filloi ndeshja, nuk kuptuam saktësisht asgjë, ndonjë sinjal, vetëm që arbitrat tërhoqin skuadrat për pak momente. Entuziazmi i tifozërisë shkodane është i lidhshëm, Vllazit Ultras janë në mënyrën më korrekte, duke baroritur në favor të ekipit të Vllaznisë. Kërkojnë përmbysjen e rezultatit. Ai është në favor të Tiranës për momentin me shifrat 72 me 82, kur duhen 2 minuta dhe 35 sekonda lojë nga fundi. Tirana shënon në spektakël. Në plus 12. Në plus 12 avantazhi bardhë dhe blu. Vëshëllim e gjyqtarit Ndreu. Radh është ai që ka kërkuar konsultin me kolegët e tij. Ka një debat e ashpër mes tavolinës e gjyqtarisë. Gjyqtarët e tavolinës janë në një debat se për çfarë bëhet fjalë nuk dihet. Gjyqtarët e ndeshjes janë në konsult, janë duke konsultuar. Shikojmë vendimin.
do të vjoj nga vija anësore, nga vija fundore për ekipin e Vllaznis, kur duhen edhe 2 minuta dhe 27 sekonda lojë nga fundi. Tirana plus 12 avantazh. 72-84. Shostani për Vllaznin. Kiri kombinon me Thomas. Shostani. A shënuar një 3 pikësh shpëzdhënës Thomas, duke ullur diferencën e dezavantajën në 9 pikë. Përderon Tirana, topi për Vllaznin. Të shikojmë se si do të reagojë Vllaznia kur ka filluar minuta para fundit e luhet. Për 3 pikë Vllaznia nuk ka shënuar, nëse do të ishte një kosh 3 pikësh, atëherë do të ndizej atmosfera. Por ky shpërdorim është në favorin tërësisht të Tiranës, që duke shënuar dhe këto 2 pikë shkon plus 11. Edhe 1 minutë e 26 sekonda nga fundi shënon Hibit. 77 me 86 për Tiranën. Tirana i ka shanset për të larguar me fitore nga Shkodra. Vllaznia ka ndoshta të pa mundur këtë rezultat me këtë kohë. Me këtë kohë që po avancon. Gabim personel në favor të Vllaznis. Edhe 1 minutë dhe 1 sekond nga fundi krejt ndeshjes. Tirana plus 9 pikë në avantazh. 77 me 86. Hibit që ngull ka marrë gabim personal. Mundësi e Hibit për të shënuar dhe për të shkurtuar diferencën e rezultatit. Hibit shënon në të parën, shkon Vllaznia në kotën e 8 pikëve, edhe një mundësi për Hibit. Nuk ka shënuar në të dytën. Ka nisur minuta a fundit që Tirana kërkon të administrojë. As për tepër, kur ta shpër ka fituar dhe të gabim personal dhe tifozëria e konstaton që humja është e pashmangshme për Vllaznin dhe ka filluar të largohet nga pavati i sporteve Qasim Dervishi. Tjetër pikë e Tiranës, 78 me 87 edhe 22 sekonda nga fundi krejt ndeshjes. Shënon përsëri Tirana. Plus 10 Tirana, 78 Vllaznia, 88 Tirana. Shostani shënon një 3 pikë shpëzdhënës, por është vonë. Është shumë vonë. Është shumë vonë, por gjithçka mund të ndodhë. Nëse Tirana shpërdoron, skëndaj në zonë depërton. Tirana kërkon ta vonoj, ta administroj lojën dhe të fitoj sekonda në dispozicion. 81 me 88 rezultati. Tirana ka gjujtët e lira, e ka shënuar edhe një mundësi për skuadën bardhë dhe blu, kur duhen edhe 21 sekonda nga fundi krejt ndeshjes. Një kohë e pa mjaftueshme, do ta pranojmë që ka të vështirë Vllaznia ta përmbys
por të presim se surprizat janë pa fund në basketbol, por edhe ky kosh i Tiranës i ka dhënë drejtimin e dur Bardhebuve për të larguar me fitore nga Shkodra për 3-7 i ka shënuar, por është pak me jetët disi vonë, por gjithsesi 84, Vllaznia 90, Tirana dhe 11 sekonda. Topi për Vllaznin. Pushimi i kërkuar nga Tirana apo Vllaznia, nuk e kuptuam si duhet, por kronometri fikson edhe 11 sekonda nga fundi. Tirana plus 6 pikë në avantazh. Tet 84 Vllaznia, 90 Tirana. Shanset pakta për Vllaznin me këto minuta, me këto sekondat fundit. I duhen 3 pikë, 2-3 pikë sha Vllaznis për të shënuar rradhazi, por sa janë të mundur, shumë e vështirë duket, për të mos thënë krejt e pa mundur, por gjithsesi të presim se çfarë do të provoj fundi i takimit. Kur topi me sa konstatuam ishte për Vllaznin. Megjithatë shikojmë që tifozeria Fuqeblu po largohet nga pallati i sportit. Shikoni autokolonin e tifozëve të pakënaqur nga ky rezultat. Por megjithatë ka dhe për atyre që besojnë që qëndrojnë janë akoma të instaluar në shkallët e pallatit të sporteve Qasi Bervishi. Tekniku Edni Llazani i shkarkon të gjitha baterit orientuese, komunikuese me skuadrën në këtë pushim të fundit dhe të shikojmë se çfarë varianti i ka dhënë kapiteni Shestani për ta demonstruar në fushën e lojës. Kur topi është për Vllaznin dhe është pikërisht Robert Shestani me topin zotërin. Edhe 11 sekonda nga fundi i ndeshjes. Thomas, gabim personal në favor të Vllaznis. Ja çfarë ndodh, por nuk ka gjujtje të tjera. Në 9 sekonda George dhe përton në kosh ka shënuar pushim tashme i Tiranës me sa duket. Tet 16 me 90 rezultati. 4 pikë plus Tirana kur kaloi edhe 4 sekonda. Shansi është për skuadrën mysafire nga kryeqyteti për ta fituar ndeshjen. Është një kohë që favorizon Tiranën, por të shohim se si do t'jetë ecuria dhe mbyllja e kësaj ndeshje. E dyta, gjysmë finale e fazës play-off në kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj, Superliga basketbollit për meshkuj. Kujtojmë që në pushimin në ndeshjes Vllaznia Tirana u organizua një ceremoni festive nga Këshilli i Qarkut Shkodër që dekoroi disa breza të basketbollistëve të Vllaznis. Topi është për Tiranën, një avantazh 2 fish për ta administruar këtë fund takimi kur duhen edhe 4 sekonda. Skëndaj, gabim personal i Kirit, gabim me dashje pa diskutim për të fituar kohë, për të mos e lënë Tiranën të çarkulloj, por gabim personal. Edhe 3 sekonda loj dhe nëse shënon s'kendaj gjithë ka mbyllet.
Shkon me 3 avantazhi. Nuk ka shënuar. Edhe 3 sekonda në fundi dhe një mundësi për Skëndaj. Nuk shënon Skëndaj. Kiri për Shestanin, nuk ka kohë, do të gjuaj, ka gjuaj të drejt koshit. Nuk ka shënuar dhe është mbyllur e gjithë ndeshja. Rezultati 86 me 90. Të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit, ju falenderoj për vëmendjen që treguat. Mbyllet ky transmetimi drejt për drejt i Veriu Sport me këtë rezultat. Vllaznia 86, Tirana 90. Skuadra bardhë blu ka fituar gjysmëfinalen e dytë të fazës play-off. Dhe tashmë do të luhet një ndeshje tretë në kryeqytet, që nëse fiton Tirana për shtrin në kryeqytet, atje mbyllet. Dhe Tirana shkon në finale, por nëse Vllaznia fiton në Tiranë, atëherë vijojnë duelet Vllaznia-Tirana për një ndeshje të katërt në Shkodër. Një ndeshje luftarake që mbyllet në fair play, me të dyja skuadrat që përqafohen, dua trokitje dhe nga tifozët. Dhe këtu mbyllim të nderuar shikues transmetimin tonë të drejt për drejt, edhe njerë nga unë Gaspar Marku, përshëndetja e fundit, minuta koshim në të tjera ndeshje të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës.